Dhe shpresoni që Lulzim Basha do të jetë kryeministër pas 11 maj? Unë jam plotësisht i bindur se besojnë gjithë shqiptarët dhe kanë dëshirë këtë pjesë dhe pse kërcënohen, siç e thash më parë. Dhe kanë vështirë të flasin gjithë, patjetër, kjo është e padiskutueshme. Por që besojnë edhe shqiptarët që pse ndryshon Basha nga Rama dhe Berisha? Se duket sikur i rikthehen përsëri të njëjtës bisedë që kemi minuta që e zhvillojmë, po pse ndryshon? Vetëm se ka më pak vite në politik? Jo, ndryshon sepse ne Berishën e kemi provuar dhe kemi 97 luftë civile. Po dhe Bashën e provuam 2013, 2015, 2017, 2019 kur nuk mori pjesë. Po quhet provim kurse ke Po ka pas parti më të madhe opozitare në dorë. Absolutisht po. Dhe Berisha ja humbi zgjedhjen në 2021, duke thënë se ishte fat i madh që Partia Demokratike i humbi zgjedhjen në 2021 dhe i fitoi Edi Rama. Pra do thotë se ishte me Ramën. Pra ne nuk mund të flasim për një individ që se kemi provuar në një detyrë, thomi se nuk është i aftë. Kjo është ajo që është provuar si ministër, ka pas sukses. Është provuar si kryebashkiak i Tiranës, nuk ka shama si shpi qytetarëve. Nuk ka gjithë këto projekte që sot shet atë propagandën zoti Rama, janë projekte të bëm nga zoti Basha, që sa rritet i kishte financimet nga qeveria Rama.